Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Flasim për një temë që asnjëherë nuk vjetrohet. Sepse prej të Ademi alayhis salam deri te njeriu I fundit do të mirret me këtë çështje. Tema quhet vezveset, ose pëshpëritjet, ose cytjet shejtani, djalli, që ja bën secilit njeri. Secili njeri e vendon në dyshim. Secili njeri ka dëshirë djalli ta luhat. Edhe atë luhatje edhe në ide, po luhatje edhe në vepra. Secilin herë djalli ka dëshirë që njeriu, po sërish muslimanin, ta shqetëson. Mos ta lën rahat. Para mendoj një njeri që është I shqetësuar, një njeri që është I luhatshëm, një njeri që është I pushtuar nga iluzionet, nga dyshimet, sa e ka në dorë shejtani, djalli. Edhe një njeri që nuk I ka këta, një njeri që nuk është I luhatur, një njeri që nuk ka paragjykime, një njeri që nuk dëshon asgjë, një njeri që është I fortë me iman, edhe ky tjetri që nuk I posedon këta. Cili do të ishte më I mirë, cili do ta bënte luftën më mirë ndaj djallit ose kundër shejtanit. Xhamati nderuar, vëllezër dhe motra, shejtani dhe djalli mëse shumë ti I prek njerëzit në fe, I largon nga feja, po dhe atë fe që e kanë të pakët, edhe atë mundohet t'ja u bën të dyshimt. E në qoftë se flasim feja, ku bën më shumë problem? Në besim, në akide, pastaj në fike, pastaj në ato jurisprudencat e rregullat. Me njëherë të vendon në dyshim. Pse ta besoj një Zot që nuk e shoh? Pse ta besoj një Zot që nuk e preki? Pse ta besoj një Zot që nuk e shijoj? Njeriu kur e humb vetë besimin, a para asaj besimin, posaçërisht edhe besimin të tjerët, atëherë bëhen shkaktar që njerëzit largohen nga ky. Edhe ky njeri në asnjë mënyrë, në asnjë variant, në asnjë rrethon, asnjë adhurim nuk e krij ndaj Allahut, asnjë obligim nuk e krij ndaj familjes dhe obligimet e njerëzore të përditshme që I ka secili njeri. Në qoftë se shejtani e ka rrugën e vet dhe shejtani obligimin kryesor në këtë botë e ka që njerëzit të shqetëson, lufta pse shejtani janë këtë botë luftën ndaj njeriu. Posaçërisht me potencim ta potencoj luftën ndaj muslimanit. A ka ndonjë rregull, a ka ndonjë rrugë që mund të largohemi nga vezveset? Shejtani ndonjëherë vetë largohet, mirë po ta shton vezvesen, të shton pëshpëritjet, të shton paragjykimet, nuk lë rahat, shqetëson. Çka duhet të bëjmë ne? Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot, innema an-najwa min ash-shaytani, me të vërtetë thot intrigat, lojrat e ndryshme që vijnë nga shejtani, nga djalli, li yahzuna alladhina amanu, që ti dëshprojnë, li yahzuna alladhina, që ti dëshprojnë ata të cilët kanë besuar,
wa laysa bidarrihim shay'a illa bi'idhnillah. Mirë po, në këtë rast shejtani dhe djalli nuk ka mundësi me ja bë askujt as një të keqe, por pas se me dëshirën Allahu subhanahu wa taala. Wallahi falyatawakkalul mu'minun. Edhe besimtarët le të mbështeten Allahu subhanahu wa taala. Ajeti i shkurt, shumë domethënës, Allahu dhe lëshanë në fillim të ajetit thot, është e vërtetë se intrigat, lojrat e ndryshme, çitjet, përshpëritjet, vezveset vijnë nga shejtani. Mirë po, pse vijnë? Për ta shqetësuar muslimanin, për ta hidhëruar muslimanin, për ta nervozuar. Mirë po, këta shqetësime dhe këta lojra të këqija të shejtanit nuk mundën me kaplu, me kap muslimanin pa dëshirën Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë shkak muslimanët e kanë obligim të mbështetin Allahut së fuqiplot. Në rast se vjen dyshimi, vjen vezvesja, kërko ndihmë nga Allah subhanahu wa taala. Si themi, si duhet të themi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, na mbroj, kërkoj mbrojtje te ti nga djalli i mallkuar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse jeni në namaz, ka fillu shejtani të manipulon me mendjen tënde. Edhe falesh dhe nuk e di ku je, ke dal nga xhamia, ke dal nga vetvetja. 3 herë të majt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, më mbroj nga djalli i mallkuar. Je duke flet, shef në një ëndër, vezvese, probleme, lodhje, shqetësim natën. Del gjumi. Ktheu në anën e majt. Thuaj, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, më mbroj nga djalli i mallkuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, shejtani, djalli o gënjeshtari i madh. Asnjëherë mos e besoni. Sa mundësi t'i afron djalli. Ndonjëherë ata mendimet tona mundësit shumë ta të afron, mirë po në realitet asgjë. Ndonjëherë na shkon mendja me bo mirë, anë shumicën e rasteve na shkon mendja me bo keq. Allahu dhe lëshanu atë është i mëshirshëm sa që ata që i mendojmë mi bo si veprat këqija, derisa t'i bëjmë, nuk i shkruan Allahu. Mirë po në qëfëse kemi vendosë me bo një vepër të mirë, edhe në qëfëse nuk e bëjmë, Allahu e shkruan si vepër të mirë. Nëse djalli manipulon me ne, luan me ne, çka duhet bëjmë ne? Duhet analizë të bëjmë. Ajo vepër që më afrohet, është vepër e mirë apo e keqe? Është vepër e mirë, e bëjmë. Nuk ka vepër, nuk ka manipulim i shejtanit. Mirë po në qëfëse të afrohet një vepër e keqe, ta di që manipulim i shejtanit është i djallit, mirë po i qefeve, të mija dhe tuaja, i nefsit, edhe nefsin e ka në kontrol, ndonjëherë shejtani. E le ta ketë në kontrol nefsin tonë imani, besimi, e jo shejtani dhe djalli. Allahu dhe lëshanu në Kur'an thot, inne kejde shejtani kane dhaifa, me të vërtet, kurthët e shejtanit janë të dopta. E thë, shejtani mundohet të bënë kurthët të përditshme, mirë po kurthët e shejtanit janë të dopta, dhe kush i largon kurthët e shejtanit? I largon besimi i drejt, besimi i vërtet në Allahun fuqiplot. Ta marrë një shembull kur një musliman thot, kështu thot, e kam provu një ilaz, i kam provu disa barna që njeriu në largojnë nga shejtani, njeriu në largojnë nga vezveset, nga manipulimet, nga lojrat e shejtanit. Thot, cilat ishin këto barna, cili është ky ilaz? Thot, nëse garon në veprat mira me musliman tjerë. Nëse garon veprat mira me njerëzit tjerë. Garon leximin e Kuranit me njerëzit tjerë. Garon leximin e librave, qofshin fetare ose shkencore me njerëzit tjerë.
garon dhënien e lëmoshës me njerëzit tjerë, garon të gjitha veprat e mira me njerëzit tjerë. Kjo është ilaçi i vezveseve. Pashallah nuk ke kohë më marrë me vezvese dhe me lojra të shejtanit. Mirë po nëse rri, nuk lexon Kur'an, nuk rri me njerëzit devotshëm, nuk rri me njerëzit mirë, atëherë vjen shejtani vetëm një mendim të keq të jep edhe ti me muaja mirësh me këtë. Çështja. Pastaj ku e kërkon atë ilaçin? E kërkon te hoxha ose te ata që bëjnë rukje me Kur'an. Mos ta bëjmë punën secili për pak e për shumë, shkojmë te hoxha, shkojmë te psikologi, shkojmë te ai ku e diunë që njerëzit që mirën me këtë çështje. Po hajtë bëjmë ata burra dhe ata gra, ata musliman dhe ata muslimane, që vetë ta shërojmë vetën. E shërimi, ilaçi i kësaj, i vezveseve, çka është? Është leximi i Kuranit, falja namazit, ndeja me njerëzit mirë, dhënia e sadakas, dhënia e zekatit, e lëve kështu më radh. Është një recetë, ta themi recetë pejgamberike, një ilaçi i që e ka thonë pejgamberi Islam, është mos u bëni lehtë ndaj mendimit të keq që të afron shejtani. Tash ne ndonjëherë ekstremizëm tregojmë ndaj familjes tonë, ndaj shokëve tonë, ndaj njerëzve në botë. Jo, ekstremizmi është i lejuar kundër shejtanit. Bëhu ekstrem, bëhu radikal kundër shejtanit. Jo radikal kundra meje, ose unë kundra teje. Ekstremist fanatik kundra mua ose unë kundra teje. Mendimin tënë se pranoj. Ase si ti se ki mirë, vetëm unë e kam mirë. Jo, ekstremizëm fanatik. Pse s'mo është ekstremist fanatik kundër shejtanit dhe kundër djallit? Se kur kemi në ekstremizëm fanatik, atëherë vetëm se shejtani na ka marrë përpara. Ose kur kemi liberalizëm të tepruar, liberalizim, liberal, të gjitha punët dhe veprat që mundemi me jo. Edhe kjo lojë e shejtanit. Duhet me qenë të mesëm. Receta profetike ose receta pejgamberike është që mos bje prej e djallit, mos u bëni lehtë, bëni i rand, që mos mund me të lëvizej kur do. Një rregull tjetër që njeriu e largon nga vezvesja është ndeja me shok të mirë, ndeja me njerëz të devotshëm, ndeja me besimtar. Ndonjëherë vjen mundësia me thonë jo, thuj me vendosmëri jo. Po sa qeni shejtanit, mos i thuj po. Se djalli asnjëherë nuk të afron një punë që i thue jo. Shumë rëndë me i thonë jo, më thuj jo. Vendosëm i thonë jo. Trego vendosmëri, trego burëri, trego iman. Kur të afron një gabim me vonë. A i thu po, i thu jo. Thu jo, ama me vëmendje. I vetëdijshëm, me iman. Sa i 100 herë, 1000 herë në ditë thot, bane. A ke mundësi ti me 1 herë në ditë me thonë jo. Hajde një rregull. Fëmijët, kur të kërkojnë diçka, si prind, ju thu jo, pastaj ma vonë dikur bjen. Tho, s'ka problem. Pse se mërzitësh? Me fëmijët e tu. Edhe ti kanë kërku 100 denar. Një herë, jo, pastaj ma vonë, shkoni bleni akullore. Para mendoj, para fëmijëve bjen. Si ta mërmendja, shejtani nuk mundet me të rrejt që me radhën lojën e tia. Nëse bim para fëmijëve, kena me ra ma shumë para djallit dhe para shejtanit. Por atë shkak me vendosmëri ti themi jo. Çfarë loje lu shejtani me ne? Shembull, je në xhami, je lidh me Zotin, vjen të jep një mendim, thotë
në shpitan dhe ka një problem. Fëmijën e ketë semur, ose djali jot me vetur atje ka bën një problem, vetëm të largu nga ti çon menja. A thobe djalit vajzë ja dhash veturën, a thu ka ndodhur diçka. A thu është i semur, kia nuk është i semur. Kur dalsh kështu është shtëpia këtë në rregull. Ama nuk kalon rahat, je marrë me atë lojtë shejtanit. Shumë e thjesht, mirë po, na preokupon kjo të gjithëve nga pak. E dyta, i e nis me fal namazin, sa thu Allahu Ekber, thot, nuk ke abdes. Shqipi s'ka më mora abdes edhe në xhami. Ama të fut në dyshim, luan me mu dhe me ti. Pra çka thuj, kam vendosur, thuj, kam abdes edhe mos u merr me atë. Vazhdoje lidhën tënde me Allahun subhanahu wa taala. Të gjithë ne duhet të injorojmë me mundësitë tona vezveset, ata pëshpëritjet, ata cytjet, ata lojat e shejtanëve, duke u mbështetur në Allahun subhanahu wa taala. Unë edhe kam një shembull. Ibrahimi alayhis salam i thot Allahu subhanahu wa taala: Rabbi erini kejfe tuhi l-mauta. Thot o Zot, më të rego se si i ngjall të vdekurit. Allahu Gjereshanu i thot Ibrahim, e felem tu'min, a nuk beson si? Thot, besoj, walakin li yatma inna qalbi. Besoj mirë po, thot që zemra ime të qetësohet, të bindet. Zemra do njëherë ka nevojë të bindet. Por atë çka ka feja? Me bind zemrën se Allahu Gjereshanu ekziston, mirë po edhe shejtani ekziston. Edhe njeriu jeton këtë botë ndërmjet se si duhet me bë ibadet, me adhuru Allahun Gjereshanu, ndërmjet asaj se si shejtani pengesa kryesore ndaj njerëzve ose ai bllokimi kryesor ndërmjet Allahut dhe njerëzve. Lusë Allahu subhanahu wa taala që në këtë muaj të Ramazanit të na largon vezveset, ata cytjet, ata pëshpëritjet, dhe pse realisht do të vazhdojnë, mirë po, ne të vazhdojnë me një dosë minimale e mos tjetë maksimale. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.